Nga ajo çfarë do të thotë zoti Rama në fjalën e tij. Të paktën shumë nga deputetët e Partisë Socialiste edhe vetë sot janë ende të paqartë se do veprojnë. Do diktoj votin. Ai është do diktoj. Patjetër. Tani mos na bëj Partinë Socialiste sikur ata presin të dëgjojnë Ramën që të marrin vendimin, apo Rama ju ka thënë ky është vendimi dhe eci përpara. Po ndodhi kjo nesër do jetë gjë e re, gjë e rrallë që s'ka ndodhur. Ju jeni pjesë e partisë. Jo, akthe përgjigjen më. Nëse ti bësh profetin e mrekullisë që do ndodh nesër, mirë se jo, nuk po bëj profetin, po them mundësi çfarë. Deri tani s'ka ndodhur. E shkuara nuk na jep E mësim. shkuara s'ka dhënë këtë mësim se si është dhënë mandati më një herë. Nuk mund ta them. Por e besoj se ju keni komunikuar me deputetë që jemi brenda mbledhjes këshillit dhe ata mund të asqarojnë nëse kanë qenë të qartë socialistët ishin të qartë në mbledhjen e këshillit apo jo? Ata informacion që unë kam se fjalimin e Ramës. Besoj se për të presim fjalimin e Ramës për të marrë vendim përfundimtar. Tani, shiko. Dhe ai do të jetë sinjali i parë, se nuk besoj se aty do hidhet në vot, të futem unë pra. Sepse nuk bëhet me votim aty shumice, se kush do jetë pro dhe kush kundër. Do të dëgjohet çfarë do thotë leadershipi dhe vendim do të merret. Mirë tani, se po tani po ndërtojmë një paralele ku nuk banon askush, pra një botë ku s'banon historia është aty. Pra, ne na mëson si arrim në përfundime, me anë të logjikës, duke u bazuar në çfarë ka ndodhur. Pra, duke ecur në gjurmë të shkelura më parë. Gjurmët e shkelura më parë, politike dhe publike të mazhorancës me kryer Ramën janë që ai vjen, mbaj një fjalim, ju lexon emrat e ministrave, ata që s'janë, ata që janë. Themi të njëjtën gjë, duket? Jo, me një artikull. Lutem tani, se s'po thuat të njëjtën gjë, tani bëre një gabim logjik, mos u mundot ta absolutisht nuk kam asnjë gabim logjik duke u mbështetur në faktet që kanë ndodhur. Më mirë logjik se të jetë politik. Unë jam pjesë e politikës, nuk mund të jetë. Duket sikur po thua një gjë që është e pavërtetë në favor të Ramës. Nuk Partia Socialiste në 13 vite nuk ka patur asnjë fazë disidence, asnjë vendim që është marrë në jo unanimitet dhe ka shkuar kundër Ramës. Tani ne këtë e dim. Po të them që është zoti Rama që do thotë aty do merret gjithë vendimi. Fjalimi do presin, ti the gjë. Janë shumica deputetë tash janë të paqartë do presin edhe Bruna që moderon këtë bisedë, këtë dëgjoj dhe ndaj kësaj reagoj. Më fal, atëherë më pas ka lënë veshi i djath mua nga konflikti i interesit djatha. Atëherë Lela si është? Është marrë vendimi dhe nesër thjesht formalizohet? Rama është, unë mendoj që Rama nuk e ka marrë vendimin ende. Rama është në përpëlitjet e fundit, se duhet ta kuptojmë pozicionin e tij. Nuk e ka të lehtë. Nuk e ka të lehtë. Nuk e ka të lehtë sepse në të gjitha rastet, edhe sikur të mos kishte shkelje, dorë, gisht, gjurmë, firmë, Rama në këtë gjën që ka ndodhur, i ikën zëvendës kryeministja. Le ta marrim, po shkojmë në variantin soft, të butë. I ikën dyshi, i ikën kolegja, bashkëpunëtorja, ka qenë me të që në Bashkinë e Tiranës, i ikën zëvendës kryeministri i dytë, i ikën ministri Disat, pra edhe nëse ai vetë nuk ka asnjë përfshirje në aferën e tunelit Llogaras, të cilën zbardhjet, logjika, dosja prokurorisë, ajo që kemi dëgjuar na thot ndryshe, ai sigurisht është edhe megjithatë do të ishte edhe është në përpëlitje sepse nuk është e lehtë. Pra i dekompozohet ideja e qeverisë, ose ideja që ai ka dashur të jap opinionit publik për një qeveri që është eficiente, që është kundër korrupsionit, që punon fort, ne bëjmë shtet etj. Pra i bie sepse i bie zëvendës kryeministri ministra më e fuqishme. Përpëlitje lidhet edhe me qasje që do kenë ndërkombëtare dhe ka këtë shqetësim Rama dhe procesin integrues? Sigurisht, unë këtu jam dakord me Ibrahimin kur thotë që sigurisht ai opozitën e ka bërë në parlament kur nuk ka patur, po themi, shtysa ose pengesa më saktë ndërkombëtare, ai është sjell siç ka mundur. Ai tani është në përpëlitje dhe po ndron marzh dhe është i dyzuar se po i vijnë mesazhet nga e kuptoj, unë kuptoj. Shiko, Batoni, ajo që ka thënë Baton Haxhiu, në dy momente tregon atë që mendon Rama.
Rikujto dhe një për gjitha ta që tha në opinion që pra sulmoj në një farë mënyre ambasadën amerikane, duke thënë që amerikanët që nga data 16 nuk kanë quar kablograme, sikur e dinte se që ndodhë në ambasadë, dhe në një televizion tjetër doli dhe tha që Gjermania është shteti më i korruptuar në Europë. Pra pse përmeni pikërisht Amerikën dhe Gjermaninë? Sepse andej po vjen presioni, sepse Rama në tryezat që ne i dim që ndodhin me batonin, këtë pezm ose këtë merak nxjerr. Dhe batoni bën publike ato që Rama ka në fund të magjes zemrimeve të tij. Dhe po, janë ndërkombëtarët të cilët e kanë kushtëzuar edhe me integrimin evropian. Gjermanët i kanë vënë edhe cakun e integrimit. Nuk mund të vazhdosh kundër një reforme drejtësi të cilën e kemi mbështetur edhe ne, e kemi mbështetur edhe ti deri dje, dhe tani të ndrosh marshin sepse nuk mund të hyet në Europë me një drejtësi aneks të ekzekutivit. Brahim, në saj ose duke patur parasysh presionin e fortë që ka edhe nga ndërkombëtarët, mund të kemi ndonjë surprizë nesër? Surprizë. Shiko, unë mendoj se deri tani Partia Socialiste po shkon drejt votimit kundër. Madje mund të them që më shumë është e predispozuar që të shkojë drejt variantit që deputetët janë të lirë të votojnë si duan vetë, ne unë ose kryetari i Partisë Socialiste nuk do të mbajnë qendrim pro ose kundër. Po në rast se do të ndodhë kjo, është sigur të thuash që kanë marrë vendim që nuk do e lejojnë imunitetin. Ajo që të bën përshtypje është, thash në fillim, ndryrimi i linjës politike të Partisë Socialiste që nga nisja e reformës në drejtësi. Kemi pas deklaratën që deputetët ministrat firmosin kodin e etikës që në rast se timi do japin dorëheqjen. Kemi deklaratat që kush hetohet do shkoj pa avokatin e Partisë Socialiste përballë drejtësisë. Kemi shtyre në kohë dhe pastaj mungesën një raportit qartë, pra vetë antarët e Partisë Socialiste në Këshillin e Mandatit do të ishin të qartë se si do vepronin. Pra në këto kushte, me logjik të shkon që Partia Socialiste po shkon drejt votimit kundër. Megjithatë, surpriza do të jetë në vendin në balancë të çështjes negociata dhe jo vetëm të negociatat integrimit evropian me Bashkimin Evropian. Pra, sigurisht që marrëdhëniet nuk janë vetëm për negociata, por ka edhe marrëdhënie tjera politike me Bashkimin Evropian, me SBA-n, sidomos edhe me Gjermaninë që ka intensifikuar dhe takimet e ministrit në Shqipëri dhe përfaqësues të tjerë. Pra, gjithë kjo balancë do të vendosi nesër se Partia Socialiste do të jetë për negociatat apo do të vazhdojë, do bëhet një blok me ndërkombëtarët. Pra nëse ndodh kjo, nëse ndodh kjo, mesazhi, atëherë mesazhi është vetëm një që në dosje nuk është vetëm zonja Balluku, po shkon përtej zonjës Balluku dhe janë dhe element tjerë të rëndësishëm Partisë Socialiste, se nuk mund të ketë argument tjetër përveç ra numri 2 ose ra numri 1 Partisë Socialiste. Mendoj se gjëja timore mund të shkojë edhe më tej. Pra, çfarë ka më tej dosjes që ka dalë deri më sot? Në rast se do bëhet bllokim për negociatat, i vetmi argument ky mbetet. Fredi, si ndryshon qëndrimi i opozitës pas vendimit që marrin socialistët për Belinda Ballukun? Për opozitën nuk ndryshon asgjë, cili do qoftë vendimi. Opozita e ka mendimin dhe filozofinë, e ka targetin, është vetëm një, është i palëvizshëm, është Edi Rama, është kryeministri, sepse Partia Demokratike ka thënë e rithot që është sistemi i ngritur nga Rama, i kryesuar nga Rama, që duhet mënjanuar. Pra, edhe nëse ndodh surpriza, protestat vijojnë, vale protestat nuk dalin. Pa pikë dyshimi, sigurisht opozita nuk ka objektiv Ballukun, a është Balluku ministre, pa rëndësi ka. Opozita ka objektiv një qeveri teknike, ndërmjetëse, kujdestare, tjetër që mundëson zgjedhje dhe rrëzimin e Edi Ramës, i cili do ta vijojë teknologjinë, sepse Rama është teknologjia, infrastruktura kësaj që ndodh, e cila qëndron edhe me ikjen, dhe ky është shqetësimi i opozitës, me zhbë teknologjinë dhe infrastrukturën, pra me zhbë sistemin, po që Rama që e lejon këtë infrastrukturë, i jep frym kësaj infrastrukture, e superon këtë infrastrukturë,
nuk ka ndryshuar asgjë. Problemi madh ikën një bela dhe vjen një bela tjetër. Pra bela të shkojnë të vinë, nuk është... Sistemi është arkitektura... Patjetër është arkitektura e qeverisjes, e cila mbahet në këmbë nga kush, nga padroni që ka në dorë Chelsea-n e madh, që hap të gjitha dyert. Ne e kemi parë të Akshi, e kemi parë të incineratorët, e kemi parë tek tuneli, shihet gjithandej, e shohim në atje në Korçë, në Juglindjen që është bllokuar, pra dhe del aktori kryesor padroni dhe thotë që e ka natyra. Po çdo të kishte ndodhur në Shqipëri po të ishin stuhite verilindjes Amerikës, kur aty ka rënë dy riga shi. Dy riga shi kanë rënë. Po pse dy riga shi, edhe çfarë pritën shkurtin e 2026-s, sikur këto 35 vjet nuk ka rënë shi në Prenjës. Thonë dhe gjëra që... Me qartë. Dhe kemi kaluar tani tek çështja tjetër e kësaj bisede, tek qëndrimi opozitar, tek aksioni opozitar. Kjo është tema ime preferuar dhe e Braçës. Vala e protestave. Nuk ndryshon asgjë, sikurse tha dhe Lela Brahim. Nuk ndryshon asgjë në cilin kamp. Vijojnë protestat. Vijojnë protestat, qeveria zbie.